Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet për vlerësim në prokurori për një ngjarje të rëndë të ndodhur në Vlorë në datën 1 nëntor 2025 në lagjen Osman Haxhiu. Siç raportohet, shtetasi me inicialet GM, 51 vjeç, në banesën e tij është vetë vrarë me mjet prerëstik, sipas edhe njoftimit zyrtar nga policia e Vlorës. Ky shtetas, i cili dyshohet se vuante nga problemet e shëndetit mendor dhe në kushte tepër të rënda, është vetë dëmtuar me thik, pavarësisht njoftimit dhe mbërritjes në kohë të ambulancës. Në zonën e njohur si Gjashkaçi, 51 vjeçari nuk ka mundur t'i shpëtoj plagëve të marra. Policia konfirmon faktin se si pasojë e plagëve të marra, ai ka humbur jetën. Plagët që i kishte shkaktuar vetes në trup sipas burimeve brenda grupit hetimor kanë qenë të shumta, të cilat kanë shkaktuar edhe vdekjen. Përgjatë 24 orëve, po nga këta specialist, u referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me inicialet SD, 33 vjeç, banues në qytetin e Vlorës, pasi në lagjen Hajro Çakëri për motive të dobta ka dëmtuar me mjet prerës në kokë shtetasin me inicialet KK, 39 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan shtetasin me inicialet BM, 33 vjeç, banues të Sarand, pasi dyshohet se ka kanosur dhe ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, po këta specialist referuan materialet për vlerësim, pasi më datë 1 nëntor 2025 ka ndëruar jetë, dyshohet se për shkaqe natyrale, në banesën e tij në Ksamil. Shtetasi me inicialet JK, 46 vjeç, materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.